Të prekësh një qytet të vjetër në zemër të tij është si ti Romës ti biesh tashi dhe ta prishësh në qendrën e saj, vetëm sepse dikujt i është tekur të bëjë ca plane zhvillimi. Nuk kemi dakord të prishë shtëpitë e vjetra dursake. Turistat vinë për shtëpitë e vjetra. Nuk vinë me pasheshe dhe gjelbërimet i pati Durrësi, i betonizuan. Tani do të prish shtëpia, do të ishte njerëz që nxjerrën në rrugë të madhe, ku unë kam një biznes, unë punoj, kam 20 vjet që e paguaj shtetin, edhe shtëpia e vjetër e ime antike të restaurohet si qishte, jo të shemes. Në terma urbanistik quhet gentrifikim, hiqen njerëzit, hiqen kulturat, hiqet bërthama kulturore një qyteti, hiqet bërthama, jo vetëm, pra këtu nuk ka rëndësi vetëm muret, ka rëndësi njerëzit që janë atje, komunitetet që janë krijuar që me një të rënd të lapsit prishen. Kjo është harta e gjithë qytetit vjetër. Pra nëse kemi një qytet 3000 vjeçar është këtu. Këto me njën të kuqe janë shtëpitë e vjetra që banohen nga qytetarët sot. Këto duan t'i shkatrojnë të gjitha këto shtëpi dhe t'i kthejnë në hapësira publike. Si mund të pretendosh që të lësh një pronë të tërë, edhe me atë vlerë shpronësimi që këta avavarët i japin, mund blesh, domethënë me llogari që kanë bërë unë, le gjithë pronën për 10 metra katror ndërtim, që mund blej në një apartament të ri, në një pallat të ri, 10 metra katror ndërtim. Me ndërjush një tualet, një banjo, ai që është vlera e shpronësimit. Unë nuk e kuptoj, këto nështë bëjmë dhe para plane, projekte në vendet tjera europiane, që i bëjmë vendi këto, ku i bëjnë, na japi një përgjigje, lutem.